Tash tigra nuk jem bas jem gash të agresiv, po e kem zemrën që ashtu si tigri. Na me trupi mi kon atje, do me thonë, po mendja u kon të në herë këto. Ku të përmendim Kosovën është atë trupi të qetë. I kom 5 fëmijë, të gjithë fëmija mi, babi ne jem përgaditur me shku me jetu në Kosovë. Për mu, ma e vlefshëm 100 euro i Kosovës se 3.000 euro i Gjermanisë. Unë kur të vi me aeroplan, si të e kaloj Gjermanin, shlirona. Besom, si të nisa me aeroplan, si të në Gjermani, e hetoj nelt, ja nis kryt me mdhim. Ma mi e qëtu me hongër veç buk e kryt, se atje, si po thuti, lula ka cila me mishtu. Na jem këtu të pejes. Normal jom i lendu në Deçan, po tash i dalu në pej. Tigra, Tigra. A pe këna la tigra? Tigra jem edhe tigra kem e mbeth. Se u ka me që këtë tigra bre? Tash tigra, nuk jem bas jem gash të agresiv, po e kem zemrën që ashtu si tigri. A zemrën? Zemrën e kem të fort. A jetoni jashtë i kënë? Po, që 30 e kusur vite. Ko jashtë, cilin vend? Jemi në Gjermani jemi. Gjermani. Afer dikun në Nordrhein-Westfalen, thirret atje, afer, midisi i bjen i Gjermanisë. Ka Dortmundi afer që atje. Qësh ka qenë jeta, qësh të të një mërkimtarit? Valla, për mu s'ka qenë i lesë sikur për gjithë poplin, si kimi ikë, e din të gjithë. Por tash pej se falimderojmë Zotit, si jemi tash në vend tonin, endëm shlirë, cilëm shlirë. Na imi shku për një kohë të shkurt se na me trupi mi kon atje, do me thonë, po mendja u kon të në herë këto. Jeta qysh me thonë, kur të përmendim Kosovën është atë trupi të qethet. Se qëtu imi lejmi rrit, kem baba, gjysht, të gjitha i kem. Po tradite na e mojmë hala të Kosovës atje. Ka tradita i moni? Të gjitha. Nështë ta bën vakina i mojmë ma shumë se këtu, si për imbojnë. Po, vallahin, i mbojnë. Por, ne imi shku për një ditë, hajtë po këthejem sot, hajtë po në mirë nesër. Po unë jam qaj se i kom 5 fëmijë, të gjithë fëmija mi janë që tash me bu me thonë, babi ne jem përgaditur me shku me jetu në Kosovë. E janë të lemun atje, të rritun atje. Shumë e dojnë vendin e vetë. E a blemi provë që të fëmijë me jetu? Mase që janë katëshëm? Për mu po. Për mu po. Një po du me të cekë, për mu ma e vlefshëm 100 euro i Kosovës se 3.000 euro i Gjermanisë. Po foli për veti, që më ka foli për gjithë. Mendimi jam është kjo. 100 euro këtu, so 3.000 atje për mu. Une kur ta shtim mërë ma qysh doni, une kur të vi me aeroplan, si të e kaloj Gjermanin, shlirona. Diku e ki dishka në trup. Pengon dishka ose e ki në trup, suku me ma hek dikush. Me magnet, me mangre, e në i vetën që ashtu kur të vi këtu. Tash besom, si të nisa me aeroplan, si të në Gjermani, e hetoj nelt, ja nis kryt me mdhim. Mere me mamë, që e ka vleftën Kosova. Po duhet mi ju thonë poplit tonë të gjithve, tonë me duhet mi ju të regu se me vand me Kosovë, nuk ka vand në botë. Kam shëtit gjithka. Po Kosova o një edhe do të mbetet në ndi, edhe duhet me konë krenar, jam krenar, si jam Kosova. A për shëve fa diaspore i kena, sa të ashtë i kemi, sa të mirë u kemi. Edhe ne dojmë Kosovën për që ata vim këtu se ne mundëm me shku gjithë konë, po mu nuk e mdoket ku ka interesant su ku vend lindja ime. Edhe s'ka vend ma të mirë. Të folin shumë për stepër. A e do një Kosovën ju ma shumë se no? Valojnë po foli për vetën, unë e du fort. Jo pak po fort. Jom gjithë shka me bo për vendin tim. Jom i gatshëm. A e keni dikon këtu? Me të vërtet, jo familjen shumë të ofër nuk e kom, po najtë të zaka, diçka shtu po krejt jemi jashtë. A ka ndodhë kërë ki marrë rrugën për aeroplan për të vitë? Me sytë në lotë, më këti për anë. Unë ja nisi këtu 3 ditë për para me shku, ja nisi mu mërzit, e lemo atë ditë. Ka të vi, fluturoj, ka të vi. E mdoken, kur të vi edhe që ato 2 orë me aeroplan, mdoket si so ka heq. Ka të shkoj mdoket rruga, më zëma keq, qa me të thonë. Por, unë jemi përgaditun edhe nuk i shkon lërgune, po ashtu si ashtu në ma shumë jem kënajna në Kosovë.
është gurbetit që më nëna që është i lehtë si në lula që na duket krejt. Jo, po, në televizion, po. Televizion, po, doket lula. Jo, bre zotnie, se na mundë me folë tash, mundë me thonë, këtyri çfarë pralla mundë me tregu këtu, por gërbeti është normal se ku punon njeri, ka. Edhe këtu me punu, ka njeri ju. Nuk ka se, o problemi se këtu pak një kritik për jepi për këtu në Kosovë, se kur të vetë një popo, një njeri, ose i thue, si ti thuje nuk po kem punë, nuk po ki, ndërum. Ti ku nuk punon qëtu për një pakë mujore, ta shune, s'pedi për afërsit, për për thëmë një numër për leja 200 euro. Ti me anë Gjermani edhe për 5.000 euro nuk punon. I papuntorin e po folim. Une, më këthy qëtu në vendlidnje teme, une punoj edhe me 100 euro, punoj edhe me qysho standardi. Nuk munda me ndryshu standardin e Kosovës. Mirë është. Nuk po thojmë të nga se mundet me kone edhe ma mirë, mundet pak me rogat, normal se nuk jetohet me qata. Na pe kuptojmë atë punë. Po për mu është që ajo vlefshem besoni, unë jam në gjendje, ma mirë qëtu me hongër veç buke kryt, se atje, si po thuti, lula ka cila me mishtru. E kom edhe jetën atje mirë, në regull të gjitha, po shpirti jam po shonë qëtu. Çfarë personi realist që na tregoi gjithçka që ka fshirë në gurbet. Jo të gjithë e kuptojmë, se ndoshta na s'kemi qenë edhe nuk ja dimë ato brengta. Unë po foli në mendimin. Mendimi im se çdo njeri ka mendimin. Për mu, unë rënoj për Kosovë, jetoj për Kosovë edhe do të vdes për Kosovë. A qatë luksin që e shohim në mas, s'po do mi fy kërkon, mërgjimtar, a është fashin vetëm për me i po kështu rrjetet sociale, apo e kanë qatë luks? Jo, qysh me të thonë, ta shëqyre njeri është edhe këtu. Se na i shohim edhe do gjana, njeri kush punon, ka. Nuk ka punë se na tash për shembull si të vjen njeri me një makinë të mirë ose diçka që po vjen ky po ka do me ka tregu veten jo i nderuam. Po tash në Gjermani janë afër 85 milion banor, 86 milion banor, tash ti kur të punon, edhe ki më o zotni, edhe ki. Tash ty makina është i duhet çdo njeriu. Çdo njeriu i duhet makina. Tash ti dikush e ka mundësin me ble kerin pak makinë ma shtrejt, dikush e ka pak makinë me ble pak ma lirë, kjo këtë shkon, ajo, dikush e blen për qef, dikush po ka dhe asi gjindë se vinë veç për mu, asi dalin veç për kësi, por jeta nuk është e keq atje. Po apet po të thëmë, nuk është e keq atje jeta. Por jeta është këtu i ndërum. Kosovë jeta. Unë të thash, zdu me ongra as me pi. Ajri i Kosovës, fryma e Kosovës mban mu. Mban, edhe thmija mi jetojnë për Kosovë, edhe çdo ditë më thojnë babi kur po shkojmë Kosovë me jetu, kur po shkojmë me jetu. Edhe unë jam i gatshëm. Edhe ju lusë të gjithë diasporët, kush e ka mundësin se e dim në aton, prindit tanë tonë kanë shku për një kohë shkurt, po kthehem, mendimi janë tanë na herë të konë, po kthehem sot, po kthehem nesër, po kthehem sot, po shkuan në vite, s'po ndodh gjumë, po me të ndime mia janë bukur shumë janë tu kthye, bukur shumë. Piç aty ku rriu në bukur shumë, edhe unë kam familje shumë, kam edhe dajën këtu. Shumë familje javkum pru qaç javkum me shishu, do me thonë shishmu vendin ton se tash kanë mbaru jonar, kanë mbaru ndërtru shtëpia, fëmija kanë qef, kretë, se vendi huj kur nuk bëhet jani, kur për jetë s'ka më bëhet. Vendi janë ku, na qytu jemi le e miri, ku jem na? Unë jam kosovar, ti s'mundesh mu me më thonë as spanjol, as amerikan, as nuk jam kosovar edhe kosovar, edhe mburëm si jam kosovar. Mburëm. Që kjo pak Intervistë shumë e këndshme, mirë po edhe emocionuese shumë në anën tjetër. Unë ku të përmendi Kosovën të rqetit trupi. Po tu kështu të banë original. Po tu në fund më marrë shumë kohë një mesazh për gjithë diasporën. Për gjithë diasporën ju lutem mos e harroni vendin e juve, se vendi juve është ma i miri që ekziston në botë. Nuk ka hiç vend më të bukur. Ju lutem sot mundi kush ka mundësi janë këtu, të jetojmë kështu bashku, me qita herë që shkem, bohet, ka më bohet dhe këtu, por ka daldale, duhet me mënu njeri pozitiv, se me mënu negativ, shkon krejt puna ka daldale, lus diasporën, inshallah, pushim të mirë kalojnë këtu, janë i knaquni se me vend tonin s'ka.
Drejt zoti. Të rebat mira, po shumë të këndshme, kënaqur, Faleminderit. gjinin familjar. Respekt. Respekte. Faleminderit shumë.